Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i detyri i Kosovës Albin Kurti vizitoi policinë e Kosovës nga afër kur ka përcjell testimin e kapaciteteve të mbrojtjes ajrore përmes njësive të specializuara të dronëve dhe antidronëve. Kurti bëri të ditur se përpara 2 vitesh në kuadër të policisë është themeluar Drejtoria e Mbrojtjes Ajrore, e cila përfshin si komponent kyç njësi dron dhe antidron. Testimi i tyre u realizua në kampin e njësive speciale në Vrell dhe u bazua sipas tij në kapacitetet e brendshme të policisë. Mbështetja për ngritjen dhe fuqizimin e këtyre pajisjeve dhe mënyrave do të jetë e vazhdueshme, deklaroi Albin Kurti. Sipas tij, zhvillimi i këtyre kapaciteteve paraqet një hap të rëndësishëm drejt rritjes së sigurisë dhe modernizimit të policisë së Kosovës. Gatishmëri, shërbimi i përforcuar dhe angazhim maksimal për të garantuar rendin dhe sigurinë publike gjatë festave të fundvitit dhe ditëve të para të vitit të ri 2026. Këto janë masat e marra nga Policia e Shtetit në Shqipëri në prag të festave të fundvitit. Masat kanë të bëjnë në shtimin e pranisë së shërbimeve policore me uniformë dhe atyre të policisë kriminale në territor, menaxhimin dhe ofrimin e shërbimeve në pikat e kalimit kufitar gjatë hyrjes daljeve të shtetasve në territorin e vendit, duke shtuar sportelet dhe burimet njerëzore në të gjitha pikat, si dhe intensifikimin e masave për monitorimin e qarkullimit rrugor duke përdorur mjete inteligjente, shpejtësi matëse dhe dron. Bota. Të dërguarit e SBA-s dhe Ukrainës pranojnë se në Miami janë zhvilluar bisedime produktive dhe konstruktive. Deklaratë e dërguarit special të Donald Trump, Steve Witkoff, vjen pas 3 ditësh takimesh me krye negociatorin Ukrainas Rustem Umerov, mbi një plan 20 pikësh, një kornizë shumë palçe garancie sigurie, një kornizë garancie sigurie amerikane për Ukrainën dhe një plan ekonomik dhe prosperiteti. Bisedimet të ndara janë zhvilluar në Miami edhe midis të dërguarit të SBA-s dhe atij rus Kirill Dmitriev. Raportet e inteligjencës amerikane vazhdojnë të paralajmërojnë se presidenti rus Vladimir Putin nuk ka hequr dorë nga synimit për të pushtuar të gjithë Ukrainën dhe për të zgjeruar ndikimin rus edhe në territorë europiane që dikur i përkisnin Bashkimit Sovjetik. Raportet e inteligjencës amerikane, më i fundit i hartuar në muajin shtator, hedhin poshtë edhe pretendimet e Moskës se Rusia nuk përbën kërcënim për Europën. Sipas tyre vlerësimeve, vendet e para të rrezikuara do të ishin shtetet balltike si Estonia, Letonia dhe Lituania. Kreu inteligjencës ushtarake ukrainase, Kirill Budanov, deklaron se Moska po përshpejton planet e saj strategjike. Franca planon ftesën e presidentit rus. Në ditën e vijim caktohet detajet e takimit Macron-Putin. Pallati Elysee vlerësoi si të nevojshme që Vladimir Putin të jetë gati të flasë me Emmanuel Macron dhe të vendosë në ditën e vijim se në cilat mënyra mund të zhvillohet ky takim. Është e nevojshme që Kremlini të ketë dhënë një miratim publik për këtë nisëm. Në ditën e vijim do të vlerësojë mënyrën më të mirë për të proceduar, deklaroi Elysee. Të premten kreu i shtetit francez ka pauar se do të bëhet sërish e dobishme të flasësh me Vladimir Putin, ku pas një samiti ku Bashkimi Evropian vendosi të çlirojë një kredi 90 miliard eurosh për të mbështetur Ukrainën. Sipas zëdhënësit të Kremlinit, Dmitri Peskov, presidenti rus, është shprehur gati për dialog me homologun e tij francez. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.